Në falë të kujt je bërë? Të lutem, mos i ngatro gjëra. Dëgjoj, mos i ngatro. Shiko, Amerika është qeverisur nga dinastit fuqishme, të cilin ishin politikan karrierën gen. Tani po qeveriset nga një biznesmen, vëlla. Shiko, nëse kanë interesa të tjera këta. Zhvillimit ekonomik, to kanë interesa të tjera. Harrohet. Është kryesore dhe networku diplomatik që besoj që ka një lloj prioriteti. Unë këtë këndvështrim e shikoj, nuk është e shikoj që neve kemi fuqi dhe këllë që me Pakistanin që ka GDP-n apo ka një shifër të jashtëzakonshëm në zhvillimin e vet ekonomik. Kazakistani, Taxhikistani, tjera që janë më mirë se ne, po problemi ne jemi kaq të vegjël në krahasim me ato shtete, sa mendojmë tani të emrin në apel për të pasur anët pozitive. Avokat, si e koncepton bordin? Ore Gjob. Të lutem. Në vitin 2007, jo po është shumë e rëndësishme. Po, nga që nuk ka folur. Një kompani amerikane ne i dham rrugën e kombit. Po kryeministri sot që është sot nuk ka lënë gjë pa bërë, pse atë rrugë mori një kompani amerikane, dhe më pastaj dolën protokollat që po vidhen eurot, po bëhen kjo, po bëhet ajo, po rruga e kombit u bën. A fitoi 200 milion euro apo 100 milion euro? A Westy Clark apo kompania ku kishte aksione Westy Clark? Ç'lidhje ka, sepse janë përdor, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama me të gjithë deputetët e Partisë Socialiste ka bërë edhe veprime demonstrative në rrugën e kombit. Vetëm për ta diskredituar Shqipërinë. A nuk janë po këto, apo ato ishin fondet Shqipërisë, dhe tani po vinë fonde amerikane. Dhe kjo prandaj duhet jemi... Se më qove prapë të tuneli Llogaras tani, shem, si po mendoja. Çështja tunel është bërë Shqipëria. Problemi është që... Më ktheve te disa miliona. Ati ishin turqit, po mendoja tani, ati ishin turqit, si na thanë ato ekspertët e supervizionit, ta shiko, janë tunele, tha nuk janë prima. Unë një gjë nuk arrita të kuptoj. Bekte Lenka, rrugën tonë këtej nga pjesa jonë investimin dhe standartin e cilësisë e ka më të dobët sa i pjesë e Kosovës. Po mos harro se ju lutem zotërin pak territori Kosovës është një sistem kondrinor, vlla, kurse kjo është rruga në vendin më malor që ka Shqipëria. Tani mos bëj krahasime që shkojnë. Okej, mirë, të lutem, avokat, dëgjoj vëmendje për ju. Po flas të rruga me grop, po nuk ka rështit. Petra, i të lutem. Si ajo Ersekes apo si kjo tjetra? Në opcionin tim, në opinionin tim, do të shkruaj në 3 dimensione. Së pari njëherë, ne nuk kemi forcë, teren, për të marrë nisma të këtij karakteri, siç është marrë nga presidenti Trump, për marrëveshjen e paqes. Së dyti, kryeministri Rama, sot, në të vërtet, ka bërë një veprim ligjor, që do të thotë referuar Kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe ligjit për marrëveshje ndërkombëtare. Duhet ta kalonte. Normalisht duhet kalojnë kuvend. E ka gjetur këtë. Marrëveshja. Jo ftesa. Marrëveshje. Po s'është bërë marrëveshja, vëlla. Një moment. Po ku është marrëveshja? Është marrëveshja e krijimit të bordit. Do ta lexosh relacion. Po jo më vëlla, shiko. Po ta them unë. Po ma gjej, po atje s'ka e pe kush shkojnë në parlament? Po marrëveshje. Po e pe kush ka shku marrëveshje për krijimin e bordit. Po mirë, s'ka problem. Po m'vjen keq, po ne e lexuam. E ndajmë, nuk ka problem. Nxirre o Marcela, nxirre. Po, në Wall lutem regjia. Jo më vëlla. Marrëveshje. Jo, vëlla, jo. Po nxirre. Po nxirre. S'ka. Në cilën marrëveshje përmendet emri kryeministit që do shkojë për... Po jo, pra jo. Nominalisht. 6 për propozimin e përligjit për ratifikimin e marrëveshjes. Po ku e marrëveshja? Marrëveshja është bashkëlidhës se ka dhënë. Nuk thot. Edhe një është marrëveshja për krijimin e bordit. Po ma gjej, ma gjej. Për shqyrtim dhe projekt ligji i propozuar nga Ministria e Jashtme. Po më dëgjoni atë. Po nuk thot marrëveshja. Po s'ka problem, dëgjoni, është kështu. Okej. Ai akt ka dhe një relacion dhe nuk është marrëveshja se kush do jetë struktura e bordit të paqes. Është marrëveshja e krijimit të bordit të paqes. Ka 2 momente i dashur Shemsi. Është marrëveshja për të bërë antar dhe është marrëveshja për të ratifikuar elementet e brendshëm në marrëveshjes. Jemi në rastin e krijimit të bordit. Nuk ka ndonjë problem. E treta, kjo kushtetueshmërisht e detyron kryeministrin, Ministrinë e Jashtme, qeverinë të dërgojë draftin e Këshillit të Ministrave, projekt ligjin e Këshillit të Ministrave në kuvend. Tani ne së treti, ne nuk kemi mundësi të krijojmë nisma ndërkombëtare për shkak të rrethit. Kështu që në këto kushte, kur një fuqi e madhe siç është Amerika, pa tentuar të them që
Amerika ka këtë gabim, këtë të mirë e tjera tjera. Është Amerika e cila promovon një nismë dhe i drejtohet në disë vëndeve dhe Shqipërisë me 28.000 km2, me 1,5 milion banor, e tjera për ta ku vëndi merr një nismë ligjore, këtu s'kasin gjithë keje. Çështja është që sa ne do kemi mundësi brenda kësaj tendence, që është grandi i paqes, ne të kemi mundësi të përfitojmë. A mund të përfitojmë? Sot nuk mund të thuhet. Ideja është të kontribuojmë për këtë bordin e paqes, pastaj çfarë çojmë në përfitosh. Edhe të përfitosh. Edhe të përfitosh.